Përshëndetje të nderuar shikues. Javën që lan pas në Prishtinë u themelua Forumi Ekonomik i Gruas. Për themelimin e këtij forumi, rolin e tij dhe natyrisht hapa tutje për të ndihmuar fuqizimin ekonomik të grave, do të bisedojmë me mysafirët e ftuar në studio. Në studio kemi Dita Dobranjen nga Instituti Rinvest. Mirë se erdhe Dita. Kemi zonjën Shpresa Agushi, drejtoreshe e rrjetit të grave Rome, Ashkali dhe Egjipta. Mirë se erdhe zonja Shpresa. Kemi Lëndita Kastratin, drejtoreshe e dhomës ekonomike të grave të Kosovës, G7. Mirë se erdhe Lëndita. Kemi edhe zonjën Iliriana Jaka Gashi, drejtoreshe shoqatës Women for Women International. Mirë se erdhe zonja Iliriana. Faleminderit që jeni në studio sonte të bisedojmë për rëndësinë e forumit të gruas që u themelua javën e kaluar në Prishtinë, e që natyrisht gratë dhe vajzat kanë treguar sukses edhe në fushën e të bërit biznes. Këtë do ta argumentojmë edhe në reportazhin e përgatitur që natyrisht sjellim pas bisedes me mysafirët e ftuar në studio. Kuadër të reportazhit do të sjellim punën dhe angazhimin e zonjushës Drenusha Shala që drejton biznesin e saj Baruti. Ajo këtë biznes e hapi para 4 vjetësh në Prishtinë me 7 punëtorë dhe tashmë kur shënon 4 vjetorin e punës, ajo ka arritur numrin e punëtorëve në 240 gjithsej dhe që pritet shumë shpejt të punësoj edhe 70 të tjerë, që me të vërtetë është një sukses i jashtëzakonshëm i punës së saj, e gjithë këtë sukses natyrisht e ka arritur fal angazhimit maksimal në drejtim të biznesit të saj. Por natyrisht reportazhin do të sjellim pas bisedes që do ta zhvillojmë me mysafirët e ftuara në studio sonte. Zonja Dobranja, fillimisht mund të na thoni cila është arsyeja e themelimit të këtij forumi? Nevoja. Me shpjegu me një fjalë, është nevoja për të pas një forum ekonomik të gruas, i cili ka për qëllim ka për qëllim që të bashkëtizoj jo vetëm gratë sipërmarrëse, po edhe gratë që punojnë, që janë punonjëse. Do të thotë, forumi ka për qëllim që të bashkojë organizatat të cilat punojnë drejt fuqizimit të grave, specifikisht drejt fuqizimit ekonomik të grave, në mënyrë që të punojnë së bashku për të arrit deri te krijimi një agjende të grave në biznes, e cila do të provojë të ankorohet edhe në Këshillin Nacional për Zhvillim Ekonomik. Arsyeja kryesore është se ne kemi pa për vitet e tona, kemi pa që gratë dhe fuqizimi i grave dhe përfshirja e grave në ekonomi është më shumë zgjidhje se sa çfarë do problemi, zgjidhja e cili do problem dhe sfide e cila paraqitet, do të thotë nuk është problem në shoqërinë tonë. Në këtë mënyrë, krijimi një forumi të tillë në të cilin do të bashkëpunojnë organizata të cilat kanë antar të vetë dhe kanë një CV, të themin, të kanë një prapavi shumë të pasur në fuqizimin e grave, është një hap tutje për të arritur fuqizimin e mirëfillt dhe gjithëpërfshirës të grave në ekonomi. Me fillim të bisedës tha që nevoja ju ka shtyrë të themeloni një forum të tillë. Përmendet edhe disa arsye, por nga këndi juaj mendoni që deri tani gratë nuk e kanë pas një gjë të tillë, një ndihmesë të tillë? Nuk është vetëm çështja të ndihmesa, është çështja me fillu prej diçka të thjeshtë si perceptimi shoqëror, deri te politika dhe politikbërja në Kosovë, kur e shikojmë për shembull dokumentet për zhvillim ekonomik, afat mesëm, afat gjatë, afat shkurt, gratë dhe grupet e marginalizuara në përgjithësi figurojnë vetëm në një paragraf në të cilën thuhet që për shembull do të punohet drejt përfshirjes apo gjithëpërfshirjes në zhvillim ekonomik. Kjo nuk është e mjaftueshme. Gratë janë gjysma e popullsisë së Kosovës, janë gjysma e talentit, gjysma e fuqisë punëtore dhe në këtë mënyrë ne nuk po e shfrytëzojmë. Si Kosovë nuk e shfrytëzojmë gjysmën e popullsisë tonë, ashtu si mundemi drejt kanalizimit, drejt zhvillimit të mirëfillt ekonomik. Kështu që edhe nëse ka pas tentativa, të cilat duhen me u respektu, nuk ka pas tentativa dhe nuk ka pas punë të mjaftueshme aq sa duhet të bëhet në vazhdimsi në të ardhmen, do të thotë. Po, Lëndita, si drejtoreshe dhomës ekonomike të grave të Kosovës G7, fillimisht mund të na thoni nga këndi juaj si e vlerësoni themelimin e këtij forumi? Fuqizimi ekonomik i gruas është një proces mjaft i gjatë dhe kërkon angazhim të gjithë aktorëve relevant. Këtë rast shoqatat e grave, institucionet e Kosovës, institucionet tjera të cilat do të ndihmonin këtë proces. Ne kemi mirëprit do të thotë themelimin e këtij forumi, duke qenë që kjo është një projekt i cili financohet nga USAID
Me që rast edhe organizata Gështat, që është një organizatë e cila është përkra fillimisht në themelimin e saj nga USAID. Prandaj ne kemi konsideru që kjo do të jetë një vlerë shtesë drejt rrugtimit tonë në përmbushjen e mandatit të Gështatës, e cila është avokat dhe të lobaj, për të krijuar një kornizë ligjore dhe një ambient të bërit biznes sa më të përshtatshëm me drejtat barabarta të gruas, domethënë grave dhe të burrave në biznes. Konsiderojmë që ky forum do të ndihmojë në procesin e krijimit të një agjende nacionale për gratë në biznes, dhe kjo normalisht që do ta fuqizojë edhe rolin edhe mandatin e Gështatës. Ne më herët do të thotë kemi pasur një bashkëpunim të mirë mes shoqatat e grave, do të thotë ky forum po krijohet një organizëm ndoshta formal, përderisa ne kemi pas takime të rregullta, do të thotë duke qenë që këto janë shoqata të vogla, të cilat operojnë në komuna ndryshme të Kosovës, dhe Gështatja ka pasur mandat krijimin një platforme e cila do të lobojë në zyrën qendrore në qeveri për përmirësimin e infrastrukturës ligjore. Aktualisht ne jemi në proces të antarësimit në Këshillin Nacional për Zhvillim Ekonomik dhe konsideroj që edhe Gështatja do të kontribuojnë në këtë forum, duke qenë që gjitha rekomandimet do të mund t'i adresojnë në Këshillin Nacional për Zhvillim Ekonomik, ku janë edhe ligjvënësit dhe ku faktikisht mirët vendimi për ligje të ndryshme të cilat do të mund të ndihmojnë edhe procesin e fuqizimit të grave në ekonomi. Po, kemi edhe dy organizatat e tjera që natyrisht presin një përkrahje më të madhe nga forumi. Kemi zonjën Shpresa Agushe, e cila vjen nga rrjeti i grave të komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas. Dhe zonja Shpresa, konkretisht ju çfarë prisni nga themelimi i këtij forumi? Ne së pari i falenderojmë organizatat që kanë planifikuar të kenë përfshirjen e organizatës tonë në mënyrë që të përfshihen edhe gratë e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas të Kosovës, të cilat në mënyrë të barabarta ndihen të barabarta edhe në ekonomi si qytetare të Republikës së Kosovës. Duke pasur parasysh se çështja kryesore dhe problemi kryesor në Kosovë me të cilën ballafaqohen gjithë qytetarët, edhe vetë komunitetet janë pozita socio-ekonomike, edhe gratë e këtyre komuniteteve ballafaqohen me këtë problem. Prandaj, duke pasur parasysh që kemi gratë të cilët mirën me biznese, kanë vullnet dhe punojnë dhe dëshirojnë që të integrohen në zhvillimin ekonomik, ne serjet mundohemi përmes abukimit, trajnimit, që të mundsojmë përfshirjen e këtyre grave në zhvillimin ekonomik. Mundësia e antarësimit si organizat në këtë forum do të jetë një mundësi që të kemi një sukses më të madh në punë, një përkrahje më të madhe nga gjithë organizatat të cilat punojnë një punë të shumë të mirë edhe zhvillimit ekonomik, dhe pse jo një delegacion më i mirë që të avokojmë tek institucionet dhe organizatat apo donatorët tjerë. Po për ju, zonja Iliriana, për shoqatën gratë për gratë, sa do të jetë i rëndësishëm themelimi i këtij forumi? Me qenë antari këtij forumi, për ne natyrisht është sfari nder, po është edhe një mundësi tjetër. Tita e tha, kjo është mundësi për gratë të cilat kanë biznese, të cilat punojnë. Ne si organizat mendoj që do t'i përfaqësojmë edhe gratë të cilat janë punë kërkuese. Një legjislaturë më e mirë, një za për avokim, një mënyrë e koordinuar dhe e përbashkët, e cila zanë në shumë organizatave të cilat do t'jenë themeluese të forumit, besoj që do t'jetë një mundësi e mirë që ta bëjmë avokimin, si tha edhe Shpresa, po edhe të arrijmë qëllimin, sepse po shifet edhe ku do t'jetë përfaqësimi, prej fillimit po shifet se ku do t'jetë caku, edhe si do t'arrihet në një mënyrë. Kështu që për ne që përfaqësojmë një numër shumë të madh të grave, me mia gra, se jemi një ndër organizatat më të mëdha, me siguri është mundësi për ne edhe për to. Dita, kur flasim për akteret relevante cilët janë në kuadër të forumit, mund të dim konkretisht nga institucionet, nga organizatat jo qeveritare, apo edhe qytetari individual që do të kontribuojnë këtë aspekt? Mënyra si e kemi menduar dhe tash do të jemi në fazën e implementimit të forumit, forumi ka, si të themi, 3 rrath të ndryshëm të akterëve që janë të involvuar. Të partë jemi antarët bashkëthemelues që janë të forumit. Pastaj kemi edhe organizatat partnere dhe miqtë e forumit. Tek miqtë e forumit janë institucionet e Kosovës, donator potencial, organizatat e tjera ndërkombëtare të cilat janë të interesuara të ndihmojnë forumin dhe organizatat pjesëmarrëse në forum drejt avancimit të pozitës së gruas në ekonominë në Kosovë. Ndërsa të partnerët janë organizatat e tjera jo qeveritare,
lokale dhe ndërkombëtare, të cilat ndoshta nuk janë drejt për drejt të involvuara nuk e kanë mision, do të thotë, avancimin e gruas, qoftë në shoqërinë në tërësi apo në ekonomi, mirë po kanë projekte specifike ose kanë një nga shtyllat e tyre me cilat punojnë. Këto janë organizata me cilat ne do të punojmë në mënyrë periodike gjatë punës së forumit sipas nevojës. Do të thotë, kemi tentativisht në fillim kur kemi filluar të mendojmë për forumin, ideja ka qenë që të përfshihen sa më shumë akter të mundshëm në mënyrë që të ketë sa më shumë ndikim forumi në politikbërje edhe në shtyrjen tutje të agjendës. Ne në organizatat të cilat janë bashkëthemeluese, ka organizatat të cilat kanë në rjetin e tyre, kanë organizatat të tjera, kanë individ, kanë biznese, që do të thotë vetë bashkëthemeluesit e forumit shtrihen për te, do të thotë, në numri i organizatave të cilat janë të përfshira drejt për drejt në themelim të forumit, përveç 11 organizatave bashkëthemeluese, shkon në qindra. Kështu që do të thotë, shtrirja e forumit, rjetëzimi i tij është tejet i madh. Që do të thotë edhe gratë afariste dhe gratë ndërmarrëse kanë prit një themelimin e një forumit të tij. Do të thotë, ideja është që të bëhemi të gjithë së bashku për të shtyr agjendën e fuqizimit ekonomik të gruas përpara, e jo të lëm anash, për shembull, të themin, jo vetëm po miremi me gratë që kërkojnë punë, ose me gratë që janë të punësuara, ose me gratë që janë ndërmarrëse. Kjo është ideja, është që të sillen të gjitha së bashku, sepse sfidat fillestare, sfidat më bazike janë për të gjitha të njëjta. Do të thotë edhe puna duhet të filloj prej aty e pastaj të degëzohen në bazë të specifikave, në bazë të ekspertizës organizatave të cilat janë pjesëmarrëse në forum. Kur flasim për takimet para vendosjes së themelimit të një forumi të tillë, përmendet që keni pas takime të ndryshme me gratë që drejtojnë organizata jo qeveritare, me gratë që kanë dhënë një kontribut maksimal në fuqizimin ekonomik të grave. Mund të dim nga afër cilat kanë qenë shqetësimet e tyre më të mëdha gjatë takimeve që forumi do t'i ketë parasysh në të ardhmen për të evituar në një farë mënyrë gjithë ato vështirësi që ballafaqohen gratë? Duke qenë që fokusi specifik është gratë në ekonomi, problemet kryesore janë ato të punësimit. Shumica, kur shikojnë statistikat e punësimit, ka shumë a shumë gra se sa burrat që nuk janë të punësuar, e çka është ende më alarmante është ka shumë a shumë gra që nuk janë aktive në treg të punës, do të thotë jo vetëm që nuk janë të punësuar, apo as nuk kërkojnë punë. Probleme tjera me të cilat jemi has, nesër invest edhe në punimet të mëhershme, për shembull në anketat të cilat i kemi bërë, kemi pa që barierat për bizneset e grave dhe për bizneset e burrave janë të ndryshme. Do të thotë, gratë kanë shumë më shumë problem që të marrin në punë punëtor, të motivojnë ata për arsye se ekziston një perceptim i shoqërisë që një grua nuk mund të jetë shef, të themi kushtimisht. Problemet tjera janë në sektorin privat, ka shumë gratë të cilat ankohen që nuk zbatohet ligji i punës mirëfillt, paguhen më pak se sa burrat për punën e njëjtë që e bëjnë. Gratë ndërkombëtarisht janë shumë më shumë të prirura të jenë të punësuara në punë afatshkurte, në punë me orar jo të plotë, në të cilat nuk do mund t'i marrin benefitet të cilat u takojnë. Do të thotë prej problemeve si gjetja një pune deri te problemet si mbajtja një biznesi, do të thotë shqetësimet shkojnë prej 0 deri në 100, të tilla që shumë shpesh, ndoshta politikbërësit dhe burrat në sektorin e ekonomisë nuk i mendojnë që janë ekzistente, kështu që do të thotë ka qenë shumë e rëndësishme që të dëgjohet zëri dhe t'i kemi në një dokument dhe të fillojmë të punojmë drejt adresimit të tyre. Po, e dim që edhe Dhoma Ekonomike e Grave të Kosovës G7 ka dhënë një kontribut në këtë aspekt. Lindita, sigurisht nga këndi juaj mund të na thoni deri tani sa keni arritur të ndihmoni apo edhe tutje përmes këtij forumi? Dhoma Ekonomike e Grave të Kosovës kur ka filluar do të thotë punën e saj, ne së pari kemi bërë një skenim të gjendjes, për arsye se na ka është interesu se cilat janë të identifikohen problemet në vend, dhe në bazë këtij hulumtimi apo studimi, ta quajmë më mirë, ne kemi vrejtë se Kosova gjendet në pozitë shumë pafavërshme në kuadër të angazhimit të gruas në ekonomi. Kemi përqindjen më të vogël në rajon të bizneseve të grave.
Kemi një numër të madh të grave të papuna, gjithsesi siç e përmendi Dita, është rreth 20% grave të punësume dhe kemi rreth 80% grave cilat janë ekonomikisht jo aktive. Janë identifikuar cilat janë ato probleme cilat i pengojnë gratë edhe në angazhim, do të të angazhohen me biznes, në fushën e biznesit, po edhe tek punësimi i grave. E ditë që qasja në pronë dhe mungesa, qasja në financa dhe mungesa e pronës të gratë është një prej barierave kryesore, cila i privon gratë që të mirë me biznes, për arsye se përderisa mungon kapitali fillestar, mungon një përkrahje financiare, kjo edhe pa mundson angazhimin e grave në ekonomi. Prandaj ne, duke identifikuar këto probleme, ne kemi kontaktuar institucionet e Kosovës, i kemi organizuar disa tryeza, me që rast kemi dashur me rrit vetëdijsimin edhe institucionet e Kosovës, që të shihen konkretisht cilat janë probleme, dhe kemi biseduar rreth masave afirmative të cilat duhet institucionet e Kosovës i ndërmarrin, në mënyrë që këto probleme të zgjidhen dhe të facilitojnë procesin e angazhimit grave në ekonomi, po ashtu edhe në punëmarrje. Aktualisht, strategjia zhvillimore për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, cila është në kuadër Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, shumë pak ka para pa objektiva të qarta apo masa afirmative cila do të përkranin gratë në fushën e ndërmarrësisë, po shpresojmë që përmes këtij forumi dhe ne si gështat do të angazhohemi që në strategjinë e ardhshme të ketë një kapitull i veçantë ku do të përcaktohen objektiva të qarta edhe përgjegjësitë e institucioneve gjese të cilat do të ndihmonin, domethënë, në përkrahjen e grave në ekonomi. Po, mirë po, edhe organizatat që janë në studio natyrisht ne përmendëm edhe më herët për kontributin e madh që keni dhënë këtë aspekt dhe sigurisht tash edhe me përkrahjen e forumit do të bëhet edhe një punë më e madhe. Zonja Shpresa, rrjeti i grave Roma Shkali dhe Egjiptase deri me tani, sa ka arritur të ndihmojë gratë e këtyre komuniteteve të themi për fuqizimin e tyre ekonomik, duke realizuar projekte të ndryshme? Po, duke i falenderuar donatorët si që janë UN Women, Komisioni Evropian dhe UNDP-a, ne filluam hapat e para rreth hapjes apo trajnimit të grave të cilat mirën me biznese. Zakonisht kritikat ishin ndaj komuniteteve për shkak të nivelit të shkollimit nuk po arrin të jenë pjesë e punësimit. Mirë po, niveli i shkollimit gjithmonë nuk është arsyeja e mos punësimit e tyre, ndonjëherë edhe gratë me shkallësitë e tyre mund të gjejnë edhe vetë punësimin, duke hapur bizneset e tyre. Në këtë projekt të cilën e patëm në partneritet me ECMI-n, filluam hapat e trajnimit, pastaj ndihma përmes këshilltarëve për planet biznesit, hapjen e biznesit, përkrahja me materialet fillestare që të fillojnë me bizneset e tyre, edhe si çdo herë pasi që miremi edhe me avokim tek institucionet dhe donatorët që të fillojë edhe përkrahja dhe përfshirja e grave të këtyre komuniteteve. Gjithashtu në këto aktivitete kemi përfshirë edhe hulumtime të ndryshme, ku gjendja nuk është e favorshme, por duke pasur parasysh që gjithë Kosova përballet me këtë ekonomi, te komunitetet e gratë e këtyre komuniteteve është edhe në nivel shumë më të ulët. Dhe sigurisht ju edhe keni shpreh këtë shqetësim. Ka pas ndonjë iniciativë edhe nga institucionet tona për të ndihmuar këto gra? Vetë fakti që ne avokojmë dhe zakonisht përmes avokimit edhe i shtim institucionet që të mendojnë dhe të fillojnë të përfshin këto gra në fuqizimin ekonomik, ishte edhe hulumtimin të cilën e bëri edhe zyreja për komunitetet në zyrën e kryeministrit. Mirë po, shpresojmë që mos mbetet vetëm një dokument, një hulumtim, që mbas të hulumtimit kemi përkrahjen, partneritetin dhe punën e përbashkët që të implementojmë dhe pse jo të ndihmojmë që këto gra përmes fuqizimit ekonomik, sikur që përmendëm, fuqizimi ekonomik është diçka që ndihmon në fushën e të drejtës së gruas, barazisë gjinore, pambarësimit të saj, dhunës, edukimit dhe integrimit të plot në shoqërinë kosovare. Përmendet se jo gjithmonë është mungesa e arsimimit për punësimin e këtyre grave. Po këto grave, sa shprehin nga dishmëria, po sa kanë dëshirë që taftësohen në profesionet të caktuara edhe jashtë obligimit të shkollimit të tyre, taftësohen në ndonjë profesion caktuar dhe të punësohen në ndonjë vend. Them vërtetën që situata e nivelit të edukimit tek femrat apo gratë e këtyre komuniteteve ka ndryshim të madh.
Dhe kjo ka ndodhur falë punës që bëjmë ne si organizata të këtyre komuniteteve, ku tani kemi edhe një numër mjaft të madh të vajzave të reja studente, të cilat kanë diplomuar dhe janë në studime të fakulteteve të ndryshme, por ballafaqohen me problemin e punësimit për shkak të jo eksperiencës së punës së tyre, sepse të jesh student dhe të kesh eksperiencë pune është diçka që vështirë mund të bëhet. Ajo që ne kemi arritë si rrjet është përmes avokimit tek zonja Vlora Qitaku, e cila ishte edhe në Ministrinë e Integrimeve Evropiane, që të hapët mundësia e praktikës apo internshipit të studentëve të këtyre komuniteteve në institucione dhe organizata të ndryshme, duke u mundësuar që të kenë një letë referencë dhe të kenë lehtësime në punësimin e të ardhmen. Ndërsa gratë të cilët mirën me bizneset të ndryshme, ato janë shumë të interesuara që të mësojnë për planet e biznesit, si të aplikojnë, si të zbatojnë, ku të drejtohen dhe mënyra të ndryshme që do të arrinin ato që t'jenë në nivel më të lartë të punësimit. Po, në zonja Iliriana, po nga shoqata gratë për gratë, e dim që puna ju i shtrihet pothuajse në tërë Kosovën. Mund të dim konkretisht, sa kanë arritë të fuqizohen ekonomikisht gratë me ndihmën që ju ka ofruar shoqata, duke filluar nga trajnimet, aftësimi, përkrahja në shumë aspekte të tjera? Po, numrat tonë janë inkurajus. Faktikisht, ne kemi një numër të mirë të grave që kanë themelu biznes. Edhe e mira është që faktikisht ato pastaj i punësojnë gratë të cilat ose janë të komunitetit të tyre që jetojnë bashkë, ose gratë me të cilat kanë qenë bashkë në programin tonë. Ka edhe gratë të shumta të cilat janë punësu. Prej punës organizatës tonë janë themelu 20 shoqata të tjera. Shoqatat nuk janë vetëm shoqata avokimi, këto janë shoqata ma tepër që janë shoqata që punojnë bashkë. Posaçërisht në bujqësi, është vështirë edhe dihet që Ministria e Bujqësisë, për shembull, pak mundet me i financu prodhues të vegjël. Bashkimi i tyre në një shoqat ju ofron mundësi, ne i kemi ofruar edhe trajnimet për shembull për përpilimin e biznes planit, të cilin ato e kanë përpiluar në bazë të nevojave të veta reale, edhe që mund edhe ta përdorin për të kërku grante, po edhe ta përcjellin në mënyrë që të zhvillohen. Kohëve të fundit jemi të inkurajuar me po sa po arrihet, ka fillu deri diku implementimi i masave afirmative, dhënia e pikëve më shumë për gra kur aplikojnë për grante e tjera, po jo në nivelin e mjaftueshëm. Kisha dashur me u ndërlidh pak në pyetjen e mëhershme edhe në diskutimin e mungesës së grave aktive, do të thotë gra që kërkojnë punë. Ne kemi pas një hulumtim, cilin e kemi bërë para 2 vitesh për Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, në të cilën kemi pas një pyetësor faktikisht për gratë, edhe sa i përket a janë të punësume, a kërkojnë punë, nëse nuk kërkojnë punë, pse. Arsyet të cilat ato i kanë dhënë kanë qenë pikrisht këto, mungesa e aftësive të tyre me kërku punë. Do të thotë, nuk ekzistojnë shumë punë apo mjaft punë për gratë të cilat nuk kanë ndonjë shkollim superior, edhe ka pak vizion në atë se si të zhvillohet tregu në atë mënyrë që të punësohen këto gra, edhe cilat do t'ishin mënyrat me i aftësu. Kudo në botë, njerëz nuk e përfundojnë shkollën e mesme edhe me qaq me përfundu aftësimi i tyre. Aftësimi në moshën 18 vjeçare e dim të gjithë, sa mund tjetë është hala rini. Kështu që gjithë ku ekzistojnë programe të cilat e kanë zhvillimin e vazhdueshëm profesional në çfarëdo fushë. Tu i fillu prej shkollimeve universitare, po edhe ato që janë të tjera. Te ne ende nuk po ekziston ajo. Ekzistojnë disa shkolla profesionale të cilat pak po funksionojnë. Edhe besoj ne si organizat do të mundohemi ta zhvillojmë, edhe ndoshta edhe forumi jo do të jetë mundësia që forumi ta identifikoj se cila është mënyra se si t'i aftësojmë në mënyrë që të hapet tregu i punës edhe për to. Arsyeja tjetër të cilin e kanë dhënë ka qenë nepotizmi, që kudo pranohen njerëz apo gra të cilat e njohin dikend, korrupsioni, gratë me të cilat ne punojmë janë të varfra dhe nuk kanë mjete me i dhënë dikujt për me hyrë në punë, posaçërisht që ato janë pozita me rroga shumë të vogla të cilat nuk mund t'i kompenzojnë pastaj ato mjete, kështu që e dhëna që gratë janë
jo aktive, besoj që është eksploru mjaft, nuk është eksploru mënyra se si t'i aktivizojnë. Edhe besoj që kjo do t'jetë një ndër rolet tona në të ardhmen, si t'jetë mënyra që t'i ofrojmë mundësi edhe ne grave, pse jo edhe burrave. Të gjithë po ankohemi për papunësi, bizneset në anën tjetër po ankohen që kur po kërkojnë punëtor, nuk ka punëtor, është ba një hulumtim të zhvonë, nuk e di prej kujt, veç e di që është përmend në disa takime, deri vonë ne kemi mendu që fuqia punëtore në Kosovë është shumë e lirë. Edhe doli që në të vërtet fuqia punëtore në Kosovë nuk është e lirë. Një ndër arsyet pse nuk është sepse nuk ekziston aftësia. Kështu që nuk mund të pagush për mos aftësi. Duhet të bëjmë diçka. Atëherë, si duket duhet të organizohem gjithë bashku dhe ta t'i kalojmë këtë, se është kogja një sfide madhe për vetë vendin tonë, një gjendje e tillë të cilën sapo e thatë. Mirë po, zonja Dobranja mund të na thoni në kuadër të forumit, ju përmendet natyrisht edhe parimet edhe pikat të cilat do t'i keni si prioritare për të ndihmuar gratë, sidomos edhe ato të papuna dhe gratë në biznes, duke përfshirë natyrat e ndryshme të grave. Kur flasim tek gratë të cilat janë të papuna, cila është ideja apo mënyra që ju do të loboni për t'i aftësuar apo për t'i punësuar ato? Do t'jeni në bashkëpunim me gjithë këto organizata që i keni akter duke realizuar projekte, apo në çfarë mënyre mendoni ta realizoni këtë? Një ndër pikat kryesore të forumit në punën, të thotë në këtë fillim të punës, është që do të bëhen 2 anketa me gra punëdhënëse dhe me gra punëmarrëse, të cilat prej të ciljave do të jenë, do të thotë anketa do të jenë hulumtim primar që do të shërbej për përpilimin e 2 studimeve, të cilat do t'i trajtojnë, do të thotë, barierat dhe problemet me cilat gratë ballafaqohen në tregun e punës. Në këto anketa ne tentojmë, do të thotë, kemi pas përpilimin e anketave, jemi ende në proces sepse po provojmë t'i bëjmë anketat sa ma të thukta në mënyrë që të gjejmë përgjigje nga vetë gratë të cilat janë në treg të punës. E një ndër çështjet që trajtohet në to është edhe a keni kërkuar punë apo si e keni gjetë punën në të cilën jeni tani për gratë që janë tashmë të punësuara. Besojmë që kjo do të jetë një mënyrë shumë e mirë për të kuptuar se me çka ballafaqohen gratë deri në momentin kur gjejmë punë për ato që janë të punësuara, në mënyrë që prej kësaj të kalojmë tek pjesa e grave të cilat nuk janë duke kërkuar, të cilat nuk kanë gjetur punë. Desha të ndërlidhe me pikën që e përmendi Iliriana për gratë të cilat nuk janë aktive në treg të punës, duhet ta kemi parasysh që mungesa, do të thotë mos aktiviteti në tregun e punës kur nuk kërkojnë, nuk është vetëm si rezultat pse nuk duan të kërkojnë punë, por është edhe dekurajimi të cilin Iliriana përmendi, që për mendimin tim dhe në përgjithësi në bazë të bisedave, në bazë të takimeve me gra, shihet që dekurajimi është sigurisht pjesa më e madhe e arsyes pse gratë nuk kërkojnë punë dhe janë ekonomikisht jo aktive. Një diçka tjetër që nuk trajtohet shpesh, e që është sigurisht shumë shpesh edhe tabu të përmendet, është që ekzistojnë disa problematika, disa pritje shoqërore, do të thotë shoqëria, pritjet që i ka për gratë kundrejt pritjeve që i ka për burrat janë të ndryshme. Dhe shumë shpesh ndodh që posaçërisht në zona më pak të zhvilluara, në zona rurale, gratë pritet që të kryejnë punë reproduktive, do të thotë të kryejnë punë të kujdesit për shtëpinë, për familjen, për fëmijët, që quhen, do të thotë në ekonominë feministe quhen punë reproduktive, kundrejt punëve në treg të punës. Çka duhet të kuptohet është që edhe këto punë duhet të vlerësohen. E këtu hyn ajo kur do të thotë që u përmend edhe nga shpresa, që shumë shpesh gratë tregojnë që nuk kanë përvojën e punës për të marrë punë, se kur shikojnë edhe për disa pozita të cilat janë me rroga të ulta dhe pozita fillestare, kërkohet që të kesh së paku 1 ose 2 vite punë, përvojë të punës. Këtë përvojë të punës duhet të arrihet dhe të thotë për me mbri këtë përvojë të punës duhet me pas edhe mundësi për me u punësu. Mirë po gjërat të tilla si aftësitë organizative, aftësitë për me pas, do të thotë për me mbajt një zyre, aftësitë, këto janë aftësitë të cilat shumë lehtë janë të transferueshme prej punëve që gratë i bëjnë në komunitetet e tyre, në familjet e tyre, në shtëpitë e tyre. Do të thotë duhet të punojmë edhe drejt vetëdijësimit të shoqërisë, edhe vetëdijësimit të aktorëve ekonomik, që gratë, do të thotë aftësitë e grave shkojnë përtej asaj çka mund të kërkohet me një checklist për një vend të punës. Do të thotë edhe duhet të jemi shumë amendje hapur për ato se ndoshta nëse
ka arrit të mbajnë, të thot, një familje të tërë, të kujdesit për një familje të tërë, një grua dhe tash po kërkon një vend të punës në të cilin do të duhet të organizoj takime, të marrë pjesë të ketë punë organizative në një organizat, aftësit janë shumë lehtë të transferueshme dhe të aplikueshme edhe në një vend të punës. Kështu që forumi, do të thonë, do t'i ketë parasysh të gjitha këto që janë pjesë të ndryshme të një fotografie shumë të madhe, që do t'i përfshin gratë të cilat nuk kërkojnë punë, gratë të cilat janë të dekurajuara, gratë të cilat janë të punësuara dhe ato që janë punëdhënëse. Mirë po, me një pikë që është shumë e rëndësishme, Iliriana e përmendi, është që duhet të ketë, do të thotë, përfshirjen e të gjithëve, edhe të burrave dhe gatishmërinë e tyre që t'i adresojmë këto probleme dhe këto mungesa në ekonominë e Kosovës, sepse vetëm në atë mënyrë, do të thotë, mundet me u arrit të një zgjidhje gjithëpërfshirëse. Kjo do të thotë është edhe një e përmendet që do të ketë, do të punojmë me akter të shumë, jo vetëm me organizatat bashkëthemeluese, po me të gjithë, me miqt dhe me partnerët e forumit, si duke përfshi këto, do të thotë, si donatorët potencial për gratë të cilat janë, do të thotë, që të kërkojnë grante për bizneset e tyre, si institucionet të Kosovës për të dhënë mbështetje më të madhe, jo vetëm në kornizë legjislative, se e dim gjithë kjo është më klishe që Kosova ligjet, kur i shikojnë ligjet duken shumë të mira, kemi ratifiku konventa të panumërta të cilat edhe vendet e zhvilluara nuk i kanë ratifiku, mirë po në praktik ato nuk implementohen. Do të thotë ne do të provojmë që përveç që të përmirësojmë kornizën ligjore dhe politikat, që edhe të bëhet implementimi i tyre mirëfillt në praktik në tregun e punës dhe në ekonomi. Po, zonja Iliriana. Të ndërlidhem, faktikisht ligjet super të mira, po janë të pa implementueshme. Korniza legislative mundet me ndru në atë mënyrë që të jetë e implementueshme, e afërt për komunitetin, për vendin tonë, për mentalitetin tonë. Aty është, ligjet duhet bëhen më të kapshme. Sigurisht në mekanizmat cilat sigurojnë implementimin e ligjeve duhet jenë në vend. So në pajtona plotësisht që na disa ligje kemi, do të thotë, në nivelin evropian, me standarde evropiane, mirë po na kemi ngecë në implementimin, do të thotë se në sajt mungesës mekanizmave të cilat sigurojnë implementimin e këtyre ligjeve. Po në kuadër të punësimit, unë isha lidhë edhe me diçka tjetër, për arsye se duhet të intensifikohet edhe bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit, për arsye se arsimi profesional nuk e ofron cilëtetin e edukimit e cila do t'i përgjigjej në kërkesave të biznesit. Do të thotë bizneset shpesh herë, posaçërisht ne kemi edhe ngecet do të thonë bizneseve të jashtme të vinë në Kosovë për arsye se ata nuk kanë vërejt që ka një fuqi punëtore profesionale e cila mund ta realizonte atë biznes. Dhe kjo është një ngecje shumë e madhe, konsideroj që duhet të jetë një bashkëpunim më i mirëfillt në mënyrë që kërkesat e biznesit inkorporohen me programet e arsimit profesional në kuadër të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Naturisht, kuadër të shkollave profesionale të cilat aktualisht po funksionojnë në Kosovë. Pikrisht një ndër temat që kemi diskutuar ditë më parë ka qenë edhe aftësimi profesional në shkollat profesionale të Kosovës nga nxënësit dhe interesimi i tyre dhe shumë shqetësuese se vetëm në disa drejtime të caktuara ka interesim më të madh, ndërsa disa të tjera kanë më të theksuar mungesën e interesimit, që pastaj po shpreh edhe pikrisht edhe shqetësimin tek bizneset drejt për drejt. Sigurisht ju zonja Lëndita e dini nga që edhe drejtoni gështatën dhomën më të madhe ekonomike të grave që drejtojnë bizneset më të mëdha në Kosovë. Ato sigurisht që edhe kanë një ballafaqim të tillë nga afër me bizneset që drejtojnë dhe me punëtorët e cilët kërkojnë. Po sigurisht edhe në kuadër takimeve që kemi pas me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, pikërisht kur e kemi shqyrtu dokumentin e aktit biznesit vogël, është i përmend se një prej objektive duhet jetë edhe kjo harmonizimi i kërkesës kvalifikimeve në treg me ato se çka ofron, do të thonë institucionet e arsimit profesional në Kosovë. Tjetër diçka që kisha dashur me përmend është edhe se nuk kemi vetëm edhe numrin e vogël të grave të papuna, por nuk kemi asnjë përfaqësim të grave nëpër bordet e institucioneve publike, që është një handicap shumë i madh. Konsideroj që Kosova duhet ndoshta ta njeh rrugën e disa vendeve perëndimore, të cilat përmes kanë zbatuar mekanizma të ndryshëm apo një kuotë 30%, për shembull Norvegjia është një prej rasteve më të suksesshme, e cila ka stimuluar do të thotë përfshirjen e grave edhe në bordet e institucioneve publike.
Unë mendoj që ne kemi mjaft gratë të afta të suksesshme, cile do të mund të merrni pjesë në këto borde, mirë po fatkeqësisht deri në tani nuk është arrit që të kemi një përfaqësim të denjë të grave. Prandaj duhet mendohet edhe në këtë fushë se si duhet të faktikisht ta rregullojmë këtë me qytet infrastrukturë dhe që të stimulojmë që edhe në përbordet në të ardhmen të kemi një përfaqësim më të madh të grave. Sigurisht tash në bashkëpunim me forumin si G7, forumi dhe organizatat e tjera do të ngrisni këtë çështje në takimet në vazhdim që do të keni për të vazhduar tutje me agjendën nacionale të grave në biznes. Sigurisht edhe kjo duhet jetë një ndër masat që ju do të kërkoni në kuadër të takimeve të radhës. Kur nalemi tek një çështje tjetër, tek themelimi i forumit dhe funksionimi vetë këtyre organizatave, ju dita përmendet që forumi është themeluar fal granteve apo përkrahjes e organizatave të ndryshme ndërkombëtare, duke përfshirë këtu USAID-in i cili ju përkrah ndoshta financiarisht gjithë këtë projekt madh, ashtu sikur funksionojnë edhe organizatat e tjera këtu. Mendoni që ne gjithmonë duhet të mvaremi nga organizatat ndërkombëtare të na përkrahin për një periudhë të caktuar siç është projekti aktualisht i forumit? Forumi do të thotë projekti i themelimit të forumit është projekt i cili është i financuar nga USAID nëpërmjet ATRC-s. Sido që të jetë, çka e bën të veçantë, se unë përpajtohem që kjo është një pyetje që cila vjen shumë shpesh. Forumin është që organizatat bashkëthemeluese siç po e shihni këtu na po e plotësojmë njëna tjetrën në mënyrën që po flasim në idetë që i kemi dhe kjo është bukuria e forumit, do të thotë se secili ka një ekspertizë të vetën, pak më të madhe në një fushë apo në një fushë tjetër. Pjesa kryesore është që ekziston një pasion, ta quajmë ashtu, ekziston një përkushtim i të gjitha organizatave që të punohet në forum dhe që të punohet drejt fuqizimit ekonomik të gruas. Do të thotë, mënyra se ne e shohim dhe kemi biseduar edhe në takime është që forumi nuk e ka jetëgjatësim veç për sa ka donator. Forumi është themeluar si i tillë që të ekzistoj prej momentit që tani është themeluar deri sa të arrihet barazia gjinore në nivelin ekonomik të Kosovës. Mirë po, kjo është ideja, do të thotë, ekziston si kauzë, do të thotë fuqizimi ekonomik i gruas, si kauzë, ta quajmë kushtimisht, është diçka që shkon përtej donacioneve. Do të thotë, secila organizati ka objektivat e veta, i ka projektet e veta, ka punën të cilën e bën. Mirë po, të gjithë jemi bashkuar në forum, në mënyrë që të quhet përpara, do të thotë, së bashku, zëri i gruas në ekonomi, e kjo shkon përtej donacioneve, përtej do të thotë përkrahjes së donatorëve. Normal që projekte të veçanta, specifike të secilës organizate të forumit do të jenë të financuara edhe në të ardhmen, do të ketë do të thotë mundësi sigurisht për të cilat ne do të mund të gjejmë financim, mirë po ideja është që të punohet mbi, do të thotë të shihet mbi financimin, mbi mundësinë e çfarëdo përfitimi specifik, por është ideja që të avancohet roli i gruas në ekonomi mbi të gjitha. Sigurisht, por isha kurreshtare të di, sepse është e rëndësishme edhe vetë funksionimi këtyre organizatave dhe këtyre forumeve, çka do të ndodh tutje pas një pune ndoshta 2-3 vjeçare, çfarë do të ndodh me forumin nëse nuk e ka marrë një përkrahje nga USAID. Kemi dhomën ekonomike të grave të Kosovës G7, që është themeluar drejt për drejt nga zyra e presidentes së Kosovës, zonjës Atifete Jahjaga, do thotë nëse mund ta dim Lëndice, cila ekziston aktualisht përkrahja institucionale dhe ndaj dhomës ekonomike të grave të Kosovës, sepse ka një rol të fuqishëm kjo dhomë dhe sigurisht duhet të ketë edhe një mbështetës të fortë. Po, dhoma ekonomike e grave të Kosovës ka një bashkëpunim shumë të mirë me institucionet e Republikës Kosovës, po ashtu edhe me shoqatat e grave. Mirë po, duhet ta theksoj se duhet të ketë një angazhim më të madh nga ana institucione për fuqizimin e grave në ekonomi. Fatkeqësisht kjo rritja vetdijes për një nevojë për fuqizimin e grave në ekonomi është ka diskutuar të vitet e fundit dhe konsideroj që ne do të arrijmë së bashku që të ecim me hapa pak më të shpejta, dhe kur them me hapa më të shpejta, besoj që do të arrijmë deri te pas një agjende nacionale për grua në biznes, ta kemi edhe një strategji në nivelin kombëtar, ashtu siç ekziston një dokument në vendet rajon,
e cila faktikisht i përcakton institucionet dhe objektivat qarta se cilat duhet jenë për fuqizimin e grave në ekonomi. Do të thotë duhet ta kemi një kornizë ligjore, do të thotë një strategji e cila më pas do t'i intensifikojë edhe bashkëpunimin e institucioneve të Kosovës drejt rritjes së numrit të grave apo fuqizimit të grave në ekonomi. Po, zonja Iliriana, mund të na thoni sërish do të ndalem tek përkrahja vetë këtyre organizatave të cilat po bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Me përkrahjen e kujt arrin që organizatat që drejtoni ju gratë për gratë të ndihmoj gratë e zonave rurale? Ne pari jemi ende, edhe si vjet jemi organizatë ndërkombëtare. Faktikisht ne kemi zyrën qendrore në Washington dhe ajo është donatori jon kryesor. Por kemi edhe donatorë të ndryshëm. Kemi ambasadën amerikane, kemi qeverinë zvicrane, kemi disa fondacione që gjenden në Zvicër, Cartier, Fondacioni Cartier, fondacioni është të quajtur Fresh Leaf, i cili më tepër orientohet ka bujqësia, kryesisht janë donatorë ndërkombëtar, po prej dje jemi edhe përfitues të një granti të fondeve evropiane nga organizata KCSF, do të thotë ne kemi donatorë të ndryshëm, po unë besoj që edhe mund të ashtoj, ne kemi fillu me punu edhe me burra, prej vitit kaluar, edhe kemi pa që kjo është një përvojë shumë e mirë. Jam shumë e kënaqur që po fillon me u ndihma fuqishëm zani i grus, po unë po shpresoj që burrat kanë me kuptu që në të vërtet është përfitimi i të gjithëve, kur është gruaja më e fortë. Është përfitimi edhe i burrave, ne kemi pa në nivelin e familjes. Si rezultat i punës tonë, shpeshherë kemi gratë të cilat kanë fillu me biznesin e tyne, shumë më të suksesshme janë ato të cilat kanë fillu me e pas përkrahjen e burrit edhe shumë shpesh është bërë biznes familjar biznesi i tyne. Që do të thotë, është pa dyshim, bashkimi i fuqive prej të dy gjinive është qënë në fuqizim. Unë besoj që edhe bashkimi i organizatave të tjera, edhe pse po duket që ka shumë organizata, ndoshta po duket që ka shumë donatorë dhe ne jemi të varur prej donatorëve, jemi ndoshta të varur, po niveli ku është Kosova është me të vërtet ende shumë i ulët. Ka nevojë për fonde dhe prandaj edhe janë donatorë të prezentë, se me siguri nuk do t'ishin. Po, zonja Shpresa, cila do t'jenë projekte të radhës që do të realizoni ju si organizat? Gjatë punës tonë si organizatë cila mirët me avokimin e çështjes së barazisë gjinore dhe drejtave të grave, e kemi vrejt që gjitha pikat të cilat kanë bëjnë si edukimi, dhuna në familje, pambarësia e saj dhe janë të lidhura me problemin e pozitës socio-ekonomike. Kjo na bën që në të ardhmen të punojmë, përveç që do të punojmë në fushat të tjera, ta shtym përpara edhe fuqizimin ekonomik të gruas, në mënyrë që ta përmirësojmë apo lehtësojmë mundësinë e problemeve me të cilat ato ballafaqohen në jetën e përditshme. Siç u përmend, duke pasur parasysh që jemi organizata që mbaremi prej donatorëve të ndryshëm, shpresojmë të kemi përkrahje edhe nga donatorët dhe të ketë seriozitet më të madh rreth përkrahjes dhe përmirësimit të pozitës së grave. Vullneti ekziston, interesimi ekziston, mirë po është edhe çështja e fondeve që ne t'i shtym përpara, apo edhe vetë institucionet që të planifikojnë dhe t'i përkrahin dhe t'i kenë plane strategjike sa më shumë këto gra. Ju pyeta pikërisht për përkrahjen, se nga kush e keni përkrahjen më të madhe me arsyen që ndoshta dita dhe ju si gjithë që jeni në kuadër të forumit do ta keni parasysh edhe këtë çështje ta ngritni. Është një ndër çështjet shqetësuese se madje këto shoqata, këto organizata me vite të tëra kanë punuar me një punë të jashtëzakonshme kanë bërë dhe në këtë aspekt duhet të mendohet edhe nga ana institucionale që t'ju ndihmohet. Keni menduar edhe këtë gjë dita në kuadër të forumit ta diskutoni? Po, sigurisht, kjo do të thotë është edhe faktikisht kemi filluar edhe me diskutu dhe disa takime ndër të tjera, mirë po strukturimi i tillë do të thotë forumi fillimisht gjatë kësaj kohe të fillestare do të thotë e përmendi po duam ndërgjith çka përmendi Lindita është që ne kemi me kriju një agjendë nacionale e cila do të thotë do ta avokojmë për të në mënyrë që të krijohet strategjia. Çka është më rëndësi është që puna po bëhet prej poshtë lart. Ne po provojmë të identifikojmë problemet, të i shohim cilat janë barierat kryesore që gratë kanë
në ekonomi, të shohim cilat mund të jenë zgjidhjet potenciale për këto bariera, për problemet që gratë i kanë në fuqizimin e tyre ekonomik, dhe pastaj të krijohet një agjendë e cila do t'i parasheh në pika specifike, të parasheh zgjidhje specifike për problemet e identifikuara, në mënyrë që këto të përfshihen në strategjinë. Besoj që kjo punë të cilën ne do ta bëjmë si forum, ka me qenë do të flet puna për ne shumë ma shumë se sa ne për vete. Si e tillë, do të thotë, besoj që ka me u pa dhe ka me pas edhe interesim të institucioneve, vazhdimsi e përmendi, do të thotë edhe Iliane që do të ketë, do të thotë duhet të vazhdoj të ketë edhe mbështetje të organizatave ndërkombëtare do të thotë me donacione, me grante të tyre. Mirë po këto janë, do të thotë, punë të cilat ne parashihet janë probleme me cilat ne ballafaqohemi si organizata bashkëthemeluese të forumit. Mirë po, ideja është që fillimisht të fillojmë të punojmë për gratë, fuqizimin e grave në ekonominë në përgjithësi, e pastaj të fokusohemi edhe në mënyrën se si ne individualisht si organizata edhe bashkarisht si forum të mund të kemi, do të thotë, të gjitha mundësitë që t'i çojmë përpara këto zgjidhje të cilat të parashihen me anë të agjendës. Mirë po, besoj që prapë ndoshta jam shumë optimiste, mirë po besoj që puna që ne kemi me bo ka me folë shumë ma shumë për ne edhe që nuk ka me qenë madje problem në të ardhmen që themi, po na kemi arritur, do të thotë, e kemi bërë një punë të ndershme, kemi bërë një punë të mirëfillt për me mbrit deri këtu, kështu që për me vazhdu këtë punë ka me na u dut për krahje edhe me të tjeshme, besoj që do të gjejmë edhe për krahje me të tjeshme. Përmendëm gjatë gjithë kohës themelimin e agjendës që do të bëhet në të ardhmen nga puna që do të bëm forumi me anëtarët e tjerë, me bashkëpunëtorët. Keni ndonjë periudhë të caktuar, afat mesme, afat gjatë, apo themi shkurt kur ja keni dhënë detyrë vetes që të delni me një agjendë nacionale për gratë në biznes? Brenda sa kohe? Studimet që i përmenda do të thotë të përfundojnë deri në fund të vitit. E në bazë të studimeve, në bazë të gjeturave të studimeve, të cilat do të diskutohen, do të thotë, në mes të gjithëve, atëherë do të përpilojmë edhe agjendën. Kështu që diku në fillim të vitit të ardhshëm do të ndëgjoni për agjendën, muj me ardhë sërish me diskutua agjendën këtu dhe të gjeturat të zgjidhjet që ne do t'i prezantojmë atë. Shpresojmë që do të takohemi në vitin 2017 të flasim për të gjitha të dalurat e forumit rreth fuqizimit ekonomik të grave dhe të shohim tutje se çfarë do të ndodhë me strategjinë pas themelimit të agjendës. Faleminderit shumë që ishit mysafire sonte, ndërsa me të vërtetë që gratë kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e të bërit biznes, këtë e dim që të gjithë. Por këtë na e dëshmon edhe Drenusha Shala, e cila para 4 vjetëve hapi biznesin e saj në Prishtinë Baruti me 7 punëtor, pas 4 vjetëve ajo numrin e punëtorëve ka në 240. Bëhet një punë e jashtëzakonshme. Shohim reportazhin. Kompania Baruti në Prishtinë u hap para 4 vjetë e gjysmë. Ishte iniciative 3 të rinjeve shqiptarë të lindur e të rritur në Zvicër. Arsyeja që ata vendosen ta themelojnë biznesin e tyre këtu ishte mënyra e vetme për të kontribuar në vendlindjen e tyre duke ndihmuar dhe punësuar të rinjet kosovar. 3 menaxher të rinj në mosh me një iniciativë të rëndësishme për të punësuar të rinjet gjermanfoles ka rezultuar me sukses të madh. Nisen biznesin e tyre me 7 punëtor, sot kanë gjithsej 240 punëtor. Baruti tani më ekziston që 4 vite e gjysmë, do të thonë që 5 vite me që kemi thebelu firmën Baruti GmbH, që i bjen shqip SHPK. Ideja ka lind prej 3 pronarëve shqiptar nga diaspora, prej meje, Flamurit edhe Muhamet Veliut, që thjesht e kemi pas një nend përbashkë, do të thonë të gjithë shqiptar që jemi rrinë në Zvicër, me një synim me kriju edhe me zhvillu diçka vendin ton në Kosovë. Flamuri është i Pes, unë e Suarekës, Muhameti i Preshevës. Edhe, dhe më thonë, të tretë kemi thonë, kemi këqyre, kemi analizu njerë tregun në Kosovë dhe kemi pa që çdo i dyti gati e flet gjuhën gjermane mirë, ose rrjedhshëm. Edhe kemi thonë të hapim një contact center, dhe më thonë një qendër thirrjeve për tregun gjermanofolës.
Jemi kanë shumë të ri, une biznesin, domethënë kur e kam hapë, jam kanë 21 vjeçare, ashtu edhe Muhameti me Flamurin dikon 25-26 vjeçar. Edhe ja kemi fillu me 7 punëtor, edhe tash domethënë mas 4 vite e gjysmë, çdo vit e kemi dyfishuar numrin e punëtorëve edhe qarkullimin. Tash momentalisht i kemi dikon 240 punëtor, sakt janë 237. Drenusha Shala, drejtoreshe kompanisë Baruti, kujton muajin janar të vitit 2012, kur filluan të merren me themelimin e kompanisë. Ajo thot që ishte dimër i ftohtë. E përveç kësaj, iniciativa e tyre nisi me pak mjete materiale nga bursat e këtyre 3 të rinjeve dhe pak ndihma nga shoqëria dhe familja. Ishte shumë e vështirë, më kujtohet, sidomos në janar 2012 ja kemi fillu biznesin operativ edhe u konë një dimën shumë i ftoftë. Edhe na biznesi ja kemi fillu si një startup klasik, më thonë me shumë pak mjete financiare që kemi pas prej të njofshmit, prej bursave edhe prej shoqënisë, më thonë firmën e kemi hapë me 60.000 franga. Edhe për këtë arsye në mënyrë organike e në rritë edhe kemi investu vetëm në ato që kemi pas nevoj për momentin sa me janis biznesit edhe më kujtohet shumë mirë u kanë, na kur ja kemi fillu me 7 punëtor, jemi kanë të logja spitalit me një banes të vogël, edhe bora u kanë aqe madhe sa as tavolina s'kemi mujt mi transportu të nalë, po krejt mi bajt në kam gjysën të rrugës të nalë të aty të logja spitalit, edhe punëtort, dhe më thonë intervjisën e parë, trajnimin e parë kemi vyt me improvizionu në Rings, në restorant Rings, së të sheshi se punëtor s'ka mujt me arë me autobus deri nalë. Dhe ka qenë kjo sfida e parë. Mandej sfida e dytë, infrastruktura përgjithësi, do të thonë infrastruktura dobët, klientët tanë kërkojnë prej neve që me pas rrjet edhe rrymë të sigurt 24 orë, do të thonë ndërprerje nuk mund të ndodh asnjë milisekond. Mandej sfida tjetër edhe që na si shqiptarë, edhe që e dishim gjuhën, e kemi pas vështirë se s'ka këtu në Kosovë database centralizum të furnitorëve potencial. Për shembull, na nuk kemi ditë se ku i gjojmë një furnitor lokal që prodhon tavolina, ku mundëm i marrë karrikat, ku mundëm më furnizu me kompjutera. Në thëni, kjo asimetria informacioneve paka shumë që na ka vështirësu jetën tonë, edhe ka pas shumë momente që na, në thënë, nuk kem trial and error. Provo, nuk ecë, hajë provo prapë në ndryshe. O, me vullnetin e madhë, ja kemi dalë. Vizioni jonë ka qenë thjesht me tregu trive që në më thonë ka edhe këtu shpresë edhe ka mundësi për më punësu edhe me bërë diçka me jetën. Biznesin që drejton Drenusha ishte veprimtari e re në vendin tonë, duke ofruar sondazhe politike dhe ekonomike për bizneset e mëdha ndërkombëtare, kryesisht në Zvicër dhe Gjermani. Kam paka shumë e re, se këtu tash do më thonë këto 4 vitet e fundit call center u bo si, do më thonë, u pasociot me diçka negative, me mashtrim, me gjona dubioze, me thirrje, shitje. Biznesi jonë si biznes është krejt në mënyrë tjetër. Na bëjmë hulumtim tregut pastër. Dhe që ka bëjmë Baruti është hulumtimi tregut. Hulumtimi tregut bëjmë sondazhe ekonomike, politike, po edhe taman e analizojmë tregun edhe që ato sondazhe që i marim që ato statistikat na ja shesim klientëve tonë në Zvicër dhe në Gjermani. Janë firmat mëdhaja prestigjioze me emën botëror që na i kemi si klienti. Dyti shërbim është inbound customer care, do të thonë është mirëmbajtja e shërbimit të klientëve. Klientët tonë i kanë konsumatorët e tyne ose klientët e tyne, është si kur ti për shembull je klienti Ipkos, edhe tash Ipko nëse kina e problem me reciverin apo me internetin apo me fakturën, kur ti thirr 777 që në mdokët, përgjigje dikush që t'jep ndihmë, domethënë t'jep shërbim. Edhe na këtë njëjtën e bëjmë për klientët tonë.
normal që pse na dhojnë klientët tonë këtë shërbim është që na mundëm shërbimin tonë me ofru me një çmim shumë më volitshëm se sa nëse klientat tonë bojnë këtë punë vetë në Zvicër, se rrogat janë më të larta, na e kemi bashkët potencial që e kështë rëndzu, domethënë na kemi rrogat në krahasim me Zvicër dhe Gjermani dikun 10 herë më të ulta. Edhe kjo neve na mundson shërbimin tonë me shit ma lirë. Na, domethënë, çka kemi bë pika parë pa asnjë klient sigurt, na krejt biznesin ja kemi mësu vetvetes. Domethënë nuk kanë self study. Qëtash nuk ka një ideja pe hapim një call center, po me cilin biznes mundëm sa ma shpejt me kriju vende pune. Edhe na e kemi po gjithë infrastrukturën, atëherë ka qenë Muhamet Veliu, domethënë këtu ka nejt një vjetë, so ka një vetëmi që e ka kry masterin në Zvicër, e ka pas bish përfundum, edhe u marrë bashkë me zgjerimin e infrastrukturës, ka këqyr ku janë fornitorë të duar. Mandej, unë me Flamurin në Zvicër kemi këqyr me pru klient. Edhe që kemi bo klasike, kemi pas një list pre internetit me klient që kemi mendu që biznesi tyne, biznesi jonë ose idea jonë kish mujt me qenë interesant për ta. Edhe kemi marrë një klient, kemi thirë mbi 200 klient, gati ka 10 herë, na jemi baruti, jemi një firmë që e ofron hulumtimin të tregut. Ju viçinit e bo këtë hulumtimin e tregut. Hajde një bashkëpunoni me neve, kemi një rinit mrekullueshëm që e flet gjuhën gjermane pastër, edhe na që të sondazhe mundëm ja ofru 70% ma lirë se sa nëse e bani jo në Gjermani. Edhe ka thonë klienti parë po. Me qatë klient, gradualisht me qatë 7 punëtor, kemi marrë klientin e parë si referencë, kemi bo klientin e 2, 3. Tash sot i kemi mbi 35 klient. Ndryshëm që e kemi bindë. Kryesisht Gjermani. Kryesisht i kemi në Gjermani. Domethënë, kjo puna jonë nuk është rastësi, se nuk e kemi veç një klient, po na i kemi bindë 35 klient me ardhë një herë që kjo konvërshësi shumë e madhe, nuk kemi mujtë vetëm biznesin tonë me promovu si baruti edhe si çfarë punë kualitative bëjmë na, po kena yt njerë fillimisht krejt barierat e Kosovës mi hekë, se Kosova gjithmonë u asocu me luftë, me korrupsion. Edhe për çata po thamë gjithmonë se para disa vite, ose me më krahasu Drenushën para disa vite, unë kom pas një modesti të prumë. E sot do më thamë që nuk ka këtu që ka me më shef, se suksesi jonë nuk është rastësi, po është punë, shumë punë. Mi bin 35 klient, jo një, po 35 klient Gjermana dhe Zvicran me ardhë njëherë me ardhë në Kosovë dhe me bashkëpunu me një firmë kosovare, ku ka pas pyetje që a keni internet, a keni makina, kjo është punë e madhe. Pas një angazhimi të madh dhe shumë vështërsive, sot Drenusha krenohet me të arriturat e saj në këtë biznes, në të cilin si pasaj punohet me rregulla zvicerane. Kemi shumë punë, domethënë nuk kemi arrit në atë kulmin ku une e shoh vetin akoma ma lartë, domethënë se sa që jemi qëtash, po kemi arrit prapse shumë. Prapse shumë. Ju duhet me pas parasysh na përveç që kemi 204 punëtor, na e kemi pru që djenien tonë, që e kemi kriju në Zvicër edhe në Gjermani këtu, edhe stilin e menaxhimit. E kjo është një punë shumë e madhe, domethënë që e kemi pru metodikën e punës Zvicrës. Punëtorëve i thojmë gjithmonë, a shefni që kjo është baruti, që kjo është Zvicra, që të mrena. Dilni jashtë këshirni prej drejtarës që ajo është Kosova, këtu punonë si në Zvicër. Edhe vetëm kjo përveç, domethënë që përmena klient, vetëm kjo është një sukses i madh. Po mandej edhe certifikimi ISO standardit me 9000 nishin, domethënë që është një standard shumë i mirë, po edhe 27000 nishi që shumë pak firma dhe klient tanë që janë në Zvicër me disa vite, operojnë me disa vite nuk i kanë këto certifikime. Nuk kemi arrit i merë? Po, kemi arrit mi marë. Edhe tjetri sukses është që na domethënë kemi kriju trende ka stili menaxhimit. Domethënë edhe na kemi ardhur deri aty sa edhe konkurrencën tonë e kemi inspiru me ardha dhe me investu në Kosovë. Kjo është kontributi jonë indirekt me një farë mënyre. E tjetra që ndeshta me thonë ka menaxhimi i punëtorëve, domethënë djenit e menaxhimit janë tipik zvicrane, domethënë me pas një stil të udhëheqjes demokratik,
mos më konë tama ai bosi që shnifët këtë, ai bosi që ule ka zyrën e vetë edhe më thonë veç delegon edhe nuk duket këtë, ne e kemi thy këtë barjerë. Kemi një kulturë të firmës shumë të mirë, edhe besoj që kur të shkoni na për barutin, me shumë binje mundu me thonë se keni mi pa gjithë këta njerëz të ri me një moshë mesatare 25 vjeçare që janë të lumtur, se ndjehen si shtëpinë e vet. Me thonë edhe vlerat që ata vetë neve na kanë thonë është që baruti u bë tashmë jo shtëpi e vogël, po shtëpi e madhe. E stafi, i cili është prej 240 punëtorëve, pothuajse të gjithë janë në moshë të re. Në këtë kompani çdo ditë ka trajnime. Këtu momentalisht jemi në sallën e trajnimit. E kemi shfrytzuar çdo metër katror në këtë objekt dhe prej podrumit e kemi bërë në sallë trajnimit. Këtu momentalisht është mbat trajnimi për market research, për hulumtim të tregut, edhe këtu zhvillohen punëtorët e kanë trajnimin për si, domethënë, janë veç punëtorë që janë të punu të baruti, po me perfekcionu punën e tyre të përditshme. Se dhe na marrim sugjerime dhe feedback nga kliente dhe i shohim ku ka mangësi, ku do të mu përmisu edhe sot domethënë ma gjuni bashkë me Aferditën janë të marrë këtë trajnim, edhe këtu domethënë gjua është gjuhë gjermane. Trajnimi mbahet në gjuhë gjermane. A mbahen trajnimet e tilla çdo ditë apo pavarësisht prej çdo ditë? Domethënë na kemi çdo ditë trajnime. Normalisht ky është mas trajnim, domethënë nuk është trajnim për staf të ri, po këto trajnime ndodhen diku një herë në muaj, domethënë ku e shohim nevojën, janë ad hoc trainings. Drenusha, nga salla e trajnimit kjo është? Kjo është salla e qendrës së thirrjes, domethënë ku kryhet puna operative. Këtu diku ne kemi në çdo kat, tani që i shohim, janë 3 kate në gjithsej, janë diku gjallë të një vende pune. Na i kemi 3 ndrime, na e fillojmë momentalisht punës në ora 7, domethënë me ndrime ndryshme, 7 mëngjes deri në 11 mramjes, prej të hënës deri në diellën. Kjo është domethënë kjo. Po punëtorët domethënë e kanë teknologjinë më të fundit të punës, e kemi ndërtuar brenda firmës, domethënë i kanë pauzat fleksibile që vetëm e regjistrojnë kur dalin pauzë atë në programin e vetë, edhe i regjistrojnë orët, pauzat janë dikun të na, për çdo orë 5 minuta pauzë, që vjen 8 orë punë 40 minuta, që pagume, domethënë. 8 orë brenda ditës, shtu e kanë. Po. Përndryshe, ju vetë Drenusha, mund të na thoni, sa është punë e vështirë kjo natyre punës që e bëjnë këta? Është punë e vështirë? Jo, në këtë rast, në hulumtimin të tregës, sondazhet telefonike nuk është punë e vështirë, se na punojmë me klientë shumë prestigjioz, edhe këta kur t'i thirrin konsumatorët ose tregun në Zvicër ose në Gjermani, na thirrën në emrin të klientit. Domethënë këta lajmërohen me emrin shqiptar, por na thirrën me emrin e institutit ose klientit ton. Edhe ata kanë një reputacion shumë të mirë, kështu që e din tamam se kjo është një qendër e thirrjeve profesionale, edhe më njëherë kyçën bisedë. Në Zvicër në Gjermani, populli është shumë i sensibilizuar ose i vetëdijshëm për sondazhe, se e din që pas sondazhe statistikat nuk mundën mundëzera dhe domethënë janë shumë rëndësishëm për një popull. Rast konkret në Austri kemi bërë në 2013 një sondazh, dikun 7.000 intervista reprezentative me kota ndryshme, demografi ndryshme, edhe na një ditë para zgjedhjeve e kemi ditë në fakt se kush ka mu zgjedh për vitin e ardhshëm, po. Për Austri kur e keni bërë sondazhin? Po, si shembull. Po sondazhi këto? Kjo është sondazh i brendshëm, na e masim kënaqësinë e punëtorëve një herë në vit. Kjo është sondazh i madh. Shumë i rëndësi, bëni sondazhin. Po, edhe këtë shifre, domethënë që janë rezultate, sidomos kjo është i vitit 2015 që na kanë surprizuar edhe neve për mirë. Kjo është sondazhi më i madh. Kemi tani edhe sondazhin e dytë për se jemi krejt njerëz të ri edhe menaxhera të ri. Edhe tash domethënë për mos mu keq përdor autoriteti i disa menaxhera ose menaxherave, na edhe stafin këta punëtorët që telefonojnë i pyesim
se sa jeni të kënaqur. Në çdo muaj i bëjmë diku 20 intervista na për gjithë hierarkinë. Çish ju trajton menaxheri juaj, apo jeni të plotësuar, apo keni vështirësi në punë. Këto e bëjmë domethënë çdo muaj. Çka kishim mujt me bë më mirë. Për shembull, deri te kërkesa më e vogël. Kur flasim për gjinin, me që e keni një numër prej 240 punëtorësh, cila është gjinia që dominon ndoshta më shumë? Po, domethënë na e kemi kuotën e gjinisë femërore është diku 49%. Domethënë shumë e barazume, kjo ka ndodhur natyrshëm. Nuk është që kemi provu, domethënë, enkas me shti kota, se unë vetë si pronare nuk jam fan se kotave, po thjesht ka ndodhur natyrshëm. Në një ambient ku ka përzierje gjinisë, edhe sa ma heterogen stafi, aq ma i vlefshëm bëhet për firmën, se vinë domethënë ideja ndryshme, koncepte ndryshme edhe pasurojnë firmën. Për këtë arsye. Kjo është salla e dytë, domethënë qendra labori telefonik i dytë. Këtu kemi projekte ndryshme, siç thash, kemi shumë klientë ndryshëm, e kemi ndarë mas ishullet, si ishullet të vegjël, mas varet prej projektit. Kemi një klient gjerman, tu janë edhe këtu është klient gjerman, aty kemi 3 klientë zvicran ndryshëm me ka 2-3 punëtorë, domethënë që punojnë grupe. Kur të vim këtu, e kemi monitorimin, domethënë, e rrjetit, se që shtash të na është siguria e rrjetit dhe internetit, domethënë, edhe rrymës shumë e rëndësi. Edhe këtu matët, është çka ja vlen, se unë e krenom shumë me këtë fakte, dhe Valentina dhe Majlina veç e din, ja vlen me cek që këto 2 gocat e mrekullueshme që pishojmë këtu, domethënë punojnë degën e IT-s, që nuk është typical job për femra këtu në Kosovë, sidomos këtu në Kosovë, edhe jam shumë e lumtur që i kam. Këto Azra, kur ta shohim së bashku me Vitesën, janë udhëheqëse, team leader, domethënë për projekte të ndryshme. Përveç këtyre 2 sallave me të cilat punohet intensivisht, kemi edhe sallën e tretë, por edhe idenë e zgjerimit. Po. Këto domethënë çet objekti kemi diku 934 metra katror, edhe tash domethënë për punë zgjerimit se synojmë deri në janar 2017 më rrit për 60 deri në 70 punëtorë të ri, se kemi kërkesa për projekte nga Gjermania dhe Zvicra, edhe kemi marrë 50 metra prej këtu, domethënë edhe një objekt dytë. Edhe aty kemi edhe një herë dikun 750 metra katror në 3 kate të shpërndam, që gjithsej pu mlidhen dikun 1500 metra katror që janë tonat. Do të nuk do të zhvendoseni tërësisht, por do të zgjeroheni edhe na po zgjerohemi, se kemi nevojë për ma shumë vend, se vetëm jemi të rrit, domethënë jemi në atë vrullin e rritjes. Edhe kjo është një shaj shumë e mirë, se domethënë na i kemi bind klientat tanë që bëjmë punë kualitative të mirë. Edhe kemi momentalisht, sfida ma madhe është, na momentalisht kemi ma shumë kërkesa për klientëve se sa që po mundu mi mbulu, se jemi në kërkim punëtorëve, domethënë jemi në kërkim germanofolësve, edhe fatkeqësisht, domethënë këto call centrat që kanë dalë si kurrë që po bojnë shitje dhe gjana në fakt që nuk shiten përmes telefonit, neve po na prishin reputacionin edhe imazhin, edhe po duhet shumë me bë shumë punë bindse mi tregu që na jemi ndryshe, domethënë po duhet mu justifiku na vetëm për diçka që nuk kemi nevojë me bë. Në thjesht për punë që ka shumë operator jo legal që po bëjnë gjana jo t'hishme. Edhe punëtorët janë traumatizu, po na dëmton neve, plus edhe imazhi keq ka dalë tash deri në Zvicër, domethënë që po ka telefonist nga Kosova që po shesin sigurime, akcione përmes telefonit që nuk janë të lejushme. Ne këto gjana nuk i bëjmë. Po duhet prapë se prapë mu justifiku në fajnë që atyne investorëve që pi bëjnë këto gjana prej këtu. Përfundon dikur vonë në mbrëmje, e angazhimi i saj gjatë ditëve në vazhdim sigurisht se do të jetë edhe më i madh, sepse ajo së shpejti do të zgjerojë biznesin e saj edhe në një objekt tjetër ku pritet të punësojë edhe 70 punëtorë të tjerë. Mu tash domethënë mas 4 vite e gjysmë nuk më duket
diçka e vështirë, mu ka bo si shumë normale, tek kur po vinë klient ose mysafirët, pe shoh atë surprizimin në sytë e tyre, edhe që nuk është kjo norma, po është një përjashtim. Për mu, domethënë, unë punën nuk e qes në pyetje, çka bëj unë në këtë rast është vetëm gjithmonë me punu edhe mu kanë ma mirë firma jonë, ma mirë se para 6 muajve që kanë kalu. Domethënë që kjo është qëllimi. Mos më nalë edhe kur mos më knaq me atë që e kemi, domethënë kohën, domethënë më përmisu proceset, më përmisu knatësinë e punëtorëve, më përmisu domethënë në rritjen edhe më zgjeru akoma më shumë se ka shumë potencial. Kompania Baruti që drejtohet nga Drenusha Shala për 4 vjet e gjysmë arriti të zhvillohet fal menaxhimit profesional të Drenushës dhe punës cilësore të gjithë stafit që punojnë në këtë biznes. Shikuam kështu bashkë reportazhin e përgatitur në kompaninë Baruti që drejtohet nga zonjusha Drenusha Shala. Ju urojmë suksese dhe punë të mbarë natyrisht në zgjerimin e këtij biznesi. Ndërsa në studio me mysafirët biseduam për themelimin e forumit ekonomik të gruas. Faleminderit edhe ju që ishit sonte në studio. Ju urojmë punë të mbarë e suksese. Natyrisht shpresojmë që bashkë do të shihemi në fillim të vitit 2017 me të dalurat e hulumtimeve që do t'i bëj forumi gjatë këtyre muajve në punën intenzive që do ta ketë. Faleminderit edhe një herë, punë të mbarë e suksese. Faleminderit edhe ju shikues të nderuar që u shoqëruat me ne. Bashkë shihemi javën e ardhshme, natën e mirë.